Gordon and Friends. Çfarë të tha Kiara përpara se të hyje? Edhe Liesa dhe pasi dole. Atëherë, përpara se të hyje, një ditë përpara kemi qenë duke pirë kafe bashkë me gocat dhe tekstualisht më kanë thënë që Ardit futu shijoje, lëri planet, jo po se po hy vonë, jo po se po futem herët, se nuk I dihet as edhe një herë se si mund të marri rrugë situata. Jo, ky udhtimi I yti pra në këtë format nuk ka formulë. Pra Bigu është I bukur vetëm për këtë arsye. Nuk ka një formulë. Për çfarë do lloj skenari që ti mund të bësh në kokë, ndonjëherë ecën, ndonjëherë nuk ecën, por shumicën e rasteve ama bie poshtë sepse edhe logjika çon që bie poshtë. Kjo është ajo çfarë më kanë thënë vajzat përpara se ty. Nuk më kanë dhënë nga këto komentet që shikon rri me këtë apo rri me atë, ç'është e vërteta. Pasi dola, po ashtu se e kisha me shumë merak këtë pjesën, domethënë jo se si do të dukesh ai jashtë, por çfarë do mendonin ata njerëz që Ti ke afër zemrës. Unë kam afër zemrës. Kjo është e thënë troç fare. Dhe kur më thanë që as mos ta ndjej fare sepse ke qenë shumë mirë, ke qenë ai Ardit që neve njohim, aty më është bërë zemra mal. Kritikat e tyre, padyshim që I marr afër zemrës, sepse kritikat e tyre kanë qenë që unë ndoshta duhet kisha qenë më shumë aktiv brenda shtëpisë. Dhe po, duke e parë veten time nga jashtë, dhe kur e kam analizuar me më shumë ftohtësi, gjë që kam të mirë ke vetja këtë, po, them dhe unë që disa situata ose disa ngjarje mund të kisha qenë më shumë aktiv dhe në forma të ndryshme. Po prap për shembull një situatë, na thuaj, që ti mund të ishe përfshirë në debat. Në disa debate për shembull duhet të kisha shtensionuar totalisht të gjithë gjën, pra dramën që po bëj me batutë ose me ndonjë situatë gazmore, fani. Po që ndonjëherë duke qenë se të merr ndoshta I gjithë emocioni që përjetohet në ato momente dhe ti si është puna Jonit, duke qenë se unë të paktën debatet që kam pasur aty brenda nuk kanë qenë debate koti. Po, kanë qenë debate të stisura. Se unë s'di të debatoj kot. Jo, kanë qenë dhe debate që kanë qenë debate të forta. Me tematikë që ja vlen të debatosh. Pra miqësia është diçka shumë shumë e fortë. Familja, pjesa e karakterit që të preket normalisht. Nuk mund të rria aty tani dhe të bëj se hir, apo siç ma kanë përmendur në fillim, po se ti shkove ju hakreve Kristit. Po ju hakreva se unë sa hyr deri shtëpisë vjen tjetri në fytyrë duke të bërtitur. Se dhe ti e kështu si ky ordiner, valla, kujdes. Tani flet me Kristin. Flas me Kristin. Kur jemi qenë dhe kemi rastisur në Prime, po, jemi takuar. Ne kemi dhënë dorë njëri tjetrit. Shumë mirë, sepse Kristin ta ka marr Leila së fundmi. Edhe unë ja t'ja uroj kështu. Do nisin një program të ri së shpejti dedikuar të rinjve në Top Albania Radio. Do flasim për në Top Albania Radio, nuk mund ndahet zemra Leila në Top Channel. Në Top Albania Radio, po. Po do jeni në Top Albania Radio për ta promovuar bashkë me Kristin. T'ja uroj dhe kështu publikisht, tha juve tha. Ne kemi prezantuar një event bashkë. Po, ne kemi prezantuar një event bashkë. Duket se unë jo kam bërë bashkë këtë eventi. Po, unë jo kam bërë bashkë. Do bëj prap bashkë atë vit. Ke kohë? Sepse kam pas kimi shumë të mirë me ty. Po, mirë, po sta besojnë njerëzit, sta besojnë njerëzit. Kështu që shumë suksese edhe ty, edhe Kristit për Urbangen dhe shpresoj shumë që t'ja dilni mban dhe të bëni një gjë të bukur sepse për të rinj ka nevojë për suport maksimal në këtë vend. Shumë nice është. Ku e lam Leila? Ore, po bëhem shumë serioze, keni gjë shumë fani valla. Strategjia, cila është strategjia duar për të? O Leila ka dal. Jo, strategjia strategjia. Po ta kishte të durën, do ishte brenda. Strategjia. Tragedia e dur. Tani që ke dalë që thua masi duhet kisha rënë dashuri për shembull. Po ai ra në dashuri dhe do dalim pikërisht aty. Açma, rënë dashuri, a? Sma. Ç'desha u valla se këtu të vazhdoja u. Atëherë. Nicole. Po. What? Niko që vesh sot dhe urdhë. Jo, unë tani po e marr vesh. What? Unë marr vesh I pari dhe sot po marr vesh që ti dhe Nicole. Asnjë gjë fare. A ke rënë je rritur Niko, nuk merresh më me lafe. Atëherë ta sqarojmë pak. Ta sqarojmë për publikun për të disa herë nuk do lorem duke sqaruar këtë gjë. Aty brenda po krijova një simpati dhe një pëlqim real për Nikolin. Ndjej.
Jo ndjenjë, avash, na, qetëso. Pëlqim, pra. Pëlqim. Ishte një ndër vajzat që kishte më shumë. Puthe more. O Leila, avash me motor. Me këto pushje. Direkt në temë. Domethënë janë disa hallka dhe faza që kalohen në një njohje. Jo, Big Brother i ke kështu 24 orë ikur një vit. Jo puthje. Takoje një maman. Po servi po. Pastaj shikoj se pjesa e mamas keni Nikolës të hidhur ke mama. Harrova, Pra kishe një harrova, nuk më doli nga mendja. Mami jo. Më doli nga mendja. Pra kishe një pëlqim, le të themi, kështu një simpati për Nikole dhe ndoshta ajo ishte vajza që i përshtatej më shumë asaj që ti preferon tek një karakter, tek një vajzë, tek. Po. Se në pamje s'kemi çfarë ti themi, ëh? Pra s'ke çu thua. Po Nikol çfarë thoshte? Niko gala. Hello. Jo, po Nikoli pas ka pëlqyer vetëm çunave më të mirë. Çunave më të urtë. Arditi, Mali, Stenaldo, nuk pas sa pëlqen ai Matteo, ai Se Matteo që i keq? Tani i krahason të? Jo, nuk i krahasoj. Të lutem. Ku jemi më i bukur? A do ta lini ta mbaroj fjalinë së mëntët? Po, vazhdoj. Po la me kuna mbeti vaj vatani mirë Mileti. Nikol më pëlqeu që në momentin kur hyri për paraqitje absolutisht. Nga ana tjetër në momentin kur ajo fliste, disi më dukej e bisedoja shpesh me Stenaldo këtë gjë që, ore, më duket si e ke parasysh princesh, totalisht princesh. Domethënë, erdhi në një moment, tha un kam ndryshuar çarçafët e krevatit, ushtri Rogerti do i ndryshoj prap Terezi, jo koce. Këtu po rrim akoma, domethënë me ca gjëra që nuk ja vlen as ti përmendim, po në atë mënyrë se si ajo fliste, në atë mënyrë se si ajo logjikonte, vlerësimi që kishte për veten, është realisht një vajzë me karakter të fortë, me vetbesim të madh ke vetja. Nuk ja di absolutisht historinë se si e ka, por u duk qartë azi që nuk donte të prekte ca gjëra. Është një vajzë që ka kaluar disa vështirësi në jetën e saj dhe e vlerësoj për këtë gjë, sepse është vetëm 23 vjeç, mos ka bofshë, 22 vjeç. Kështu që sa vjeç ti Ardi? 28. Perfekt që ka. 6 vite diferencë, perfekt. 19 vjetore ka diçka. Po Nikol çfarë thot se duhet kemi dhe një. Nuk e pyet njëri Nikol zemra ime. Ne kemi dhëndrin këtu. Jo, unë do ta në momentin kur thaj që mali më i lartë është mali Dajtit, të pëlqeu më pak apo më shumë? E pa, jo nuk e di se ka jetuar në Gërçi. Shpresoj shumë që të ketë qenë batut. Që shaka bëri Kastilja. Shpresoj shumë që të ketë qenë batut, se po e mendoj realisht këtë gjë. Duhet ta nxjerrim jashtë qarkut të Tiranës. Thuaj të Mali Dajtit shkojmë për gjysmore me makinë dhe nuk është aq i lartë. E bëjmë kështu, hypin Maj Dajtit në Maj të Dajtit. Dhe atë që do shikosh që është më lart, e kupton se nuk është Mali Dajtit më i lartë. Nikol çfarë thot, ke folur tani? Jo, nuk kam folur fare me Nikol, që është e vërteta, e kam thënë që do pini një kafe. Në atë qetësinë e saj, të takoj njerëzit e saj të afërt, sepse e kam bërë dhe vetë këtë gjën. Dhe se di pastaj për i kafe mbase. Për një date, ku do të çosh për date? Wow! Shiko, se s'dua të dalë në dark romantike, në ja, mos të lën. Shiko. Se ti mbyllim neve këto, pa merak. Atëherë me klerin, më vjen shumë keq t'ju heq entuziazmin. Jo, mos na hiq. Jo, do t'ja heq. Do t'ja heq sepse kur e kam bërë atë deklaratën, unë isha duke fol me një vajzë, por nuk kisha asgjë serioze, po tani jam duke njohur jo, s'jam lidhur. Është në njohje. Po njoh dikë. Po del. Kështu që s'dua të horoskopi që ta pyesim astrologën. Është një horoskop po. Binjak. Zgjedhja më e mirë. Unë Virgjeresh. Kujdes. Perfekt. Kujdes. Sepse ndani të njëjtin planet i cili është Merkuri, pra komunikimi, si kujdes. Kujdes. Se binjakit janë. Opa, na e bën. Pra arditje në një njohje me një vajzë. Ja, një njohje me dikë. Okej. Të bëj kujdes. Të urojmë shumë. Ne kemi emocione të bukura në këtë marrëdhënie. Kur mos të njihem prapë me atë personin, do ju them. Me këtë personin flet vetëm me vojse kam përshtypjen, as të thellsa që zërin plan. Jo, shihemi. Zemër me gjë. Ta bësh ti të përputhen.
ti po del me këtë vajzën, do dalësh dhe me Nikol dhe në fund ditës ti do zgjedhësh me kë do të përpudhesh vëlla. Ti nuk të erdhi guri i parë dhe tha ne nuk e dim a do Nikol që të dalë, kështu që mos saludon Nikol. Është virgjeresh, ta humbi njëra atë pastaj. Pastaj, ja, bravo, ashtu. O zot. I thamë të tëra, kemi më për të thënë. O zot madh. Ardit sot na pret një prime i cili në fakt do ketë shumë emocion e ndjej, është nominim i fort. Domethënë është një nominim. Jo, i fort në sensin që janë 3 emra të cilët i kanë dhënë shtëpisë ngjyra. Mali është prej ditës së parë. Shëndriti nuk është se ka qëndruar i heshtur, e di sapo ashtu. Pra, nuk mund të themi që ishte si ai Stenaldo, Matteo, kok më kok dhe ishin njerëzit të ndar, por që është i fort. Edhe nëse del Shëndriti sot, do zër. Shëndriti ka bërë magji, nuk del sot. Jo, do zër vendin e Krisës, e cila çoi gjithë vajzat në nominim tek edicioni i vjetshëm dhe doli vet. Po. Për mua si e parashikon? Del Shëndriti. Për mua del Shëndriti. Pa të lumë të goja se vetëm mund të po dal këtu që po them. Jo, del Shëndriti, nuk ka më çat. Shëndriti ka kohë që s'ka çat japi më atë brenda. Për mua. Okej. Sinqerisht domethën. Kurse Mali ka? Domethën unë jam fan e Malit. E di si e kam parë Shëndritin. Që në fillim fare aty brenda i djalit nuk më ka pëlqyer me ja dy gjëra që ka thënë, dhe prandaj kam pas debat me atë njeriu. Që në fillim fare. Domethën oportunist shumë i madh. Të lumta ajo goja. Shumë oportunist dhe më shaj negativ pastaj. Në momentin e parë se nuk do ndaloj së theksuar këtë gjë që prandaj un jam ky që jam se jam kështu siç jam. Nuk më intereson a merrem për keq, a merrem për mirë. Ti kur vjen dhe më thua mua që unë me Brikenën kam bif, ndërkohë nga ana tjetër, sapo të vjen Brikena nder, shpirti zemra, dhe pas 10 orësh që ti e futur brenda në shpellë, i thua Mateos, unë kam ndryshuar mendim për Brikenën, ajo është një vajzë shumë e mirë, kur ti thua kam pasur bif me atë njeriu, për një sekondë djalë, dalë, ti si ke dhënë dorën akoma. Po pse Brikena budallaqe është që ta përdori këtë gjë? Jo. Se i duhet një ushtar. I duhet një mburoj i Brikenës. I duhet një mburoj dhe Serinës. Pra, prandaj them që Shëndriti është oportunist. Ishte punëtor i mirë. Është oportunist atë gjën. Dhe unë për të qëndruar 5 ditë më shumë në atë shtëpi, atë gjë nuk e bëja dot. Sinqerisht ta them, me shpirt ta them. E ka zgjedhur, është strategjia e tij, absolutisht. E vlerësoj për zgjedhjen që bëri në Pandor. Po, se ti je vetë në Pandor, në atë lloj pike, kë do zgjedhësh? Po, do zgjedhësh banor të cilët ti mendon që mund të jenë më të dobët. Ama mua s'më pëlqen që zgjodhi Malin. S'më pëlqeu fare. E di pse s'më pëlqeu, sepse dhe brenda në shtëpi kur neve po diskutonin shpesh herë me Malin, Mali ama u tregua shumë besnik ndaj tij. Dhe tha, Mali në fakt ka qenë shumë besnik në raportet e krijuara brenda shtëpisë. Pra Mali ka thënë edhe miqt që kanë ndetur, po edhe ata që ka pasur përplasje dhe konflikte, çfarëdo gjë që ka menduar u ka thënë në sy. Bravo, dhe unë në prime, po edhe gjatë përditshmërisë. Dhe gjatë përditshmërisë, dhe nuk është e lehtë ta bësh atë gjë aty brenda, sepse ngel fillikat vetëm. Dhe për mua Mali tani unë e shoh dhe e kam thënë para, e shoh finalist për të vetmen arsye sepse është i vetëm kundër të gjithë shtëpisë. Për këtë arsye unë e shoh Malin finalist. Është i vetëm kundër të gjithë shtëpisë dhe nuk është djalë që bën kompromise. Dhe prandaj unë them që ka gabuar shumë Shëndriti me zgjedhjen e Malit. Po mund të zgjidhte? Juelën more, po ti e ka thënë me vetë me gojën e tij. Zgjidh më vllai Juelën. A ke një konflikt real me Juelën? Po ndoshta ai është trembur faktit që Juela ka qenë shumë shpesh. Po atëherë kjo tregon se sa vetbesim ke dhe ti ke vetja. Se dhe Mali ka qenë shpesh. Sepse unë ta kisha pasur atë Pandor në dorë. Unë do kisha vendosur Juelën dhe Shëndritin, po t'isha unë aty brenda në shtëpi. Sepse me ata dy njerëz, nëse jam unë, pra duhet të shkoj dhe unë patjetër, pa dyshim Juelën dhe Shëndritin. Nuk zgjedhën dot njëri tjetër aty, sepse me ata dy njerëz kam patur debat real, kam patur konflikt real. Nuk mund zgjedh dot, po. Nuk mund zgjidhje dot Mirin dhe Rogertin, sa? Jo, nuk zgjedh dot Mirin dhe nuk zgjedh dot Rogertin, sepse duke qenë aty brenda. Je më i rrezikuar se ke dhënë më pas. Totalisht 100 herë më shumë i rrezikuar. Por ama dhe nëse do isha në argumentin apo në logjikën që kam bërë këtë bik që kam bërë. Por ama duhet ta testoj edhe pak veten. Po, e vendos veten time me Mirin dhe Brikenën. Që unë i shoh në raport me të tjerët lojtar pak më ulët se ata.
Po dhe ta vendoste veten me Mirin dhe Rogertin, unë s'kuptoj çka ka të eliminohesh nga dy shumë më të fortë, se do ishte që Sharaket eliminohej ku ta di unë nga Nikole dhe Egi apo ku ta di unë personazhe që nuk ndjetën shumë, po nga ato të dy, okay, humben nga dy të fortë. Ora teston dhe veten. Nuk ka asgjë të keq. Sepse ti teston se si është edhe reagimi i publikut jashtë për ty, sepse nuk e pak, e 47 ditë dhe normalisht edhe vetbesimi rritet. Që është logjike. Por për mua zgjedhja e gabuar. Pra ti parashikon që sot del Shëndriti. S'ka ç'a jep më. Ua, këta të dy. Po jo, unë mendoj që Shëndriti do mbahet mend që ka bërë frez Brikenës edhe Selinës, dhe shoqur dikush nga banorët e këtij edicioni më dha të drejtë më thonë, jo, po Shëndriti është shumë djalë i mirë. Okej, nuk thashë është djalë i keq, po djalë i mirë nuk është profesion, ka thënë njëra dhe kemi. E di se është ky muhabeti djalë i mirë kur ti mua ma tregon që në 10 orët e para që je i gatshëm këtu brenda të nxjerrësh vetëm blof, nuk je më. Se ti ke nxjerr veten tënde blof, s'ke nxjerr askënd përveç se vetes tënde. Dhe kësaj gjë nuk i jepet zë. Dhe kur un pyes Brikenën që shiko, se ky djalë ka thënë këtë gjë për ty, Brikena bën rolin e strateges dhe thot, "Jo, unë jam seruar me Shëndritin" dhe e merr në tutel. Pra Shëndriti s'ka bërë as më shumë dhe as më pak se ka qëndruar në tutel. Okej, mirë, ke emra finalistësh Ardit? Sepse sot marrim vesh finalen dhe numrin e finalistëve. Atëherë, unë do them 5 emra për finalist, të cilët mendoj se janë Selin, Mateo, Mal, Miri dhe Rogert. Okej. Kush fiton? Kush fiton? Do doja shumë të fitonte Mali. Por besoj që për çfarë ka adhurues, por edhe për çfarë ka treguar aty brenda, Mateo. Okej. Interesante. Duhet presim finalen, se ndonjëherë në këtë studio janë thënë gjëra shumë të goditura dhe konkrete. Ta pyes vetëm diçka të fundit. Thua Mateo se nuk do të thuash Rogert, apo nuk e beson në të vërtetë që fiton Rogert? Nuk e besoj kurrë se si që një njeri si Rogerti mund të fitojë këtë big. Okej. Hajde njerëz ta nxjerrim gënjeshtar Arditin. Po pse e kundërshton more? Ai ka mendimin e tij. Tani ne jemi në minutat e fundit. Antoni në fakt kishte përgatitur disa lajme sepse ne në fakt Ardit. Hajde një. Për të gjithë ju që po dëgjoni, ka jetë edhe pas Big Brother, ndodhin gjëra. Ndodhin në fakt, edhe duke qenë se jemi në minutat e fundit, i kalojmë kështu shpejt edhe ti komentojmë së bashku. Me që vjen edhe nga. Me që është gazetare. Hajde një herë jepi. Atëherë, ç'na ke përgatitur? Rubrika e lajmeve. Në Ibiza habet një night club ku nuk lejohen telefonat. Të revoltuar shqiptarët që jetojnë aty, nuk shesim dot gazra, thon. E modifikoi. Se i kishte më sa. Shqipëria mundet në play-off nga Polonia. Të dëshpëruar shqiptarët përsëri nuk përdorin dot Shqipërinë si justifikim për të marrë vizat amerikane. Kombëtaren. E i kanë ndodhur, pas kanë ndodhur gjithë gjëra më këtë ditë. Po ne jetojmë në Big. Ne jemi po. Qeveria po përpiqet të limitojë ndërhyrjen e gjykatave kundër ministrave që janë në hetim. Nuk është për të shqetësuar, thjesht dua t'i ulim punën gjykatave se kanë shumë. Në një deklarat për shtyp, Sazan Guri shprehet se Harry Potter, kur i mbaronte energjia, furnizoi me energji në mal të Tomorit. E ka thënë vërtet. E ka thënë vërtet, dhe kur u pyet, a e ke seriozisht? Tha, po, e ka studiuar. Dhe me këto çmime nafte, Harry Potter tani rrin në shtëpi. Dyshimi i radhës është që Unaza e Lord of the Rings është në mal të Tomorit, gjithashtu. E ka hedhur Frodo aty. Edhe shpata e Excaliburit është po aty. Është aty po. Fal, kjo J.K. Rowling pas ka kaluar nga Tomori. Ka qenë, ka ngre sufllaqe mberat edhe ka qenë kështu për pelegrinazh atje. Edhe rafting te kanjone. J.K. Rowling në intervistë s'ka si osumi. Vazhdojmë. Çmimi i naftës dhe i benzinës vazhdon të rritet. Shkova për të mbushur makinën me benzinë dhe kur pa çmimin thash, "Ok, me kaq benzinë sa ka, ecën dhe pak." Tani e kuptoj mamin tim kur isha i vogël që i thoja, "Ma, e dua këtë" dhe më thoshte, "E blejmë një ditë tjetër."
s'ke faj zemra se e pyetëm dhe njërin. Ardit, e more vesh u rrit çmimin naftës. E mën plasi, më prap 20.000 lekë do i hedh. Çe 20.000 lekë që ka pas ka lekë, 10 valla aty, aq. E rrit ai Unë jam bërë si me halucinacione se vete tatim për të hedhur atë benzinë, sa kam me benzinë makinën. Ç'a vleti? Më duket po sikur gaz ke. Jo. Jo, se jam i paft. Totalisht. Jo, edhe vete ti. E fundit mbaroje. Ka qishin, mbaroje këtë batutën. Vete ti hedh benzinë, e kupton, dhe më duket sikur më shikon ajo pompa e benzinës, më thot po sikur të ecësh sot, nuk do bëje më mirë. Jo, pompa benzinës. Futi këmbëve vlla, këmbëve. Jo, pompa benzinës, kaq pak e? Kaq pak. Jemi në fund. Ardit, faleminderit. Faleminderit për gjithë energjinë e mirë që ke gjithmonë, jo vetëm kur jemi në studio radiofonike, po edhe kështu si njeri. Ti e di që të kam xhan shumë. Edhe unë ty. Shumë suksese në çdo. Po prit më një sekond. Suksese në çdo gjë që do kesh dëshirë për të bërë dhe faleminderit ju të treve. Nga ana ime jeni shumë të mirë, ju dua shumë. Amin o Zot të lutë goja. Thot se duhet ta thot se jo se. Faleminderit shumë Niko, i kam parë çfarë ke thënë për mua jashtë. E vlerësoj pafund, edhe po të më kishe shar prap do të vlerësoj pafund. Dua aty. Po më se vlerësoj. Edhe atë kalata kisha bërë, do dilja vetë ndoja, s'kam çfarë bëj. Jo, se ti nuk e bën dhe je i drejtë gjithmonë. Anton, je jashtëzakonshëm, për mua një nga personazhet më fani që ka media. Lej si gjithmonë ti e yll botës. Ylli. Ska nevojë çfarë të them. Jemi në fund. Faleminderit dhe juve, faleminderit Jonça. Vjen verë mirë kjo. Gjithmonë. Dëgjojmë dhe shihemi të mërkurën tjetër në Pardon My Friends. Ciao.